Në fakt, në këto momenti kemi arritur deri tek pika e renditjes, ku janë pyetjet parlamentare prej deputetëve për faktin që kryeministri nuk është i pranishëm në këtë seancë, e janë veç disa prej ministrave. Rrjedhimisht pyetjet kryesore në këtë pikë janë duke u drejtuar ministrit të infrastrukturës Demal Basha, i cili është duke u përgjigjur të gjitha pyetjeve. Mbaren ku ishin disa pyetje kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës, sa i përket disa rrugëve kryesisht në komunën e Ferizajt e po ashtu edhe në Skënderaj nga deputetja tjetër Ariana Musliu Shoshi, ndërkohë pati edhe pyetje në raport me çështjet infrastrukturore edhe nga lista serbe, cilët i patën të paktën 2 pyetje, ndërsa pyetjet ndaj kryeministrit dhe ministrave tjerë që nuk janë të pranishëm, disa prej tyre u lexuan në mënyrë që të ketë edhe përgjigje me shkrim gjatë ditëve në vazhdim, ashtu siç e mundson edhe rregulloria e kuvendit, por seanca nuk shkoi kaq shejt edhe në fillim, ku ishte një propozim nga lëvizja vetëvendosje që të futeshin në rendite edhe 2 pika të tjera, por që nuk ishin paralajmëruar në mbledhjen e kryesisë, një sa i përket çështjeve të energjisë dhe një ndryshim i një pike të rendit të ditës, cilat u kundërshtuan nga deputetët opozitorë, cilët edhe ashtu nuk e dhanë votën, ku pati reagim edhe nga foltorja kuvendit, ndër tjera Ferhat Shala, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, sidomos sa i përket projektligjit për energjinë, i cili u konsiderua që po kontrabandohet sipas një deklarimi nga deputetët e kuvendit. Ferhat Shala në një moment doli edhe në foltore, por se kryetaria e kuvendit Albulena Xhiu nuk ia dha fjalën, duke i thënë që të ulet në vend, andaj pas një diskutimi me mikrofonat të ndalur për disa minuta, Ferhat Shala ul në vend, por se kur erdhi koha që të vendosej në votim, opozita, PDK, LDK dhe AK nuk ja dhanë vota që të futeshin në rendin e ditës, andaj u vazhdua me deklarimet jashtë deklarimet e lira pra në sallën e kuvendit, ku ngritën shumë çështje, sidomos nga deputeti Enver Hoxha i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ngriti çështjen e bordit të paqes, marrëveshje e cila pritet që të sillet në kuvend për të votuar ditëve në vijim, por se Hoxha i pati kritika sa i përket fillimisht procesimit të kësaj marrëveshje nga ish presidentja Vjosa Osmani, e cila sipas Hoxhait do duhet fillimisht që ta ratifikonte në kuvend, por se në momentin kur e njëjta u arrit si marrëveshje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju soll kuvendit i cili është duke tentuar që ta ndryshojë një pikë nga 4 sa janë gjysej në këtë marrëveshje, që edhe nga Arbresha, Kryeziu, nga lëvizja vetëvendosje u konsiderua si marrëveshje me pak detaje, por se nuk dihet, pra bazuar në këto qëndrime, nuk dihet nëse do të ketë një koordinim mes partive që të gjitha sa janë pranishme në kuvend, që ta votojnë këtë marrëveshje kur do që të vi në kuvend, ndërsa në këto momente, pasi të përfundojnë edhe pyetjet parlamentare, pritet që të vi edhe momenti ku të vendosen në votim 3 pikat e rendit të ditës, pra jashtë pyetjeve parlamentare dhe jashtë deklarimeve jashtë rendit të ditës, pritet që të sillen në votim edhe 3 pika të tjera për ditën e sotme, si janë të parapara. Një ndër to do të jetë byroja për konfiskimin prekligjit, në fakt për byron për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, i cili së fundmi ka kaluar edhe në komisione e po ashtu edhe në qeveri, andaj pritet që të sillet në votim minutave në vazhdim sapo të përfundojnë deklarimet pyetjet parlamentare, më vonë vendimi i qeverisë pas vendimit fillestar të Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës në aksionin në gaz, ku për çka pritet që të ketë një unanimitet të votave, por se megjithatë ende nuk ka ardhur as kjo pikë e as pika për votimin e 2 kandidatëve për gjykatën kushtetuese nuk ka ardhur, por se këto pritet që të vihen në votim veç pas përfundimit të deklarimeve jashtë rendit të ditë dhe pyetjeve parlamentare, cilat janë duke vazhduar në këto momente, ku në këto momente është duke u përgjigjur ministri i bujqësisë Armend Muja, i cili sapo po i përgjigjet një pyetje nga Ganimete Musliu, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, andaj nëse nuk kemi pyetje tjetër, ta ndjekim për pak çaste këtë diskutim, cilit pastaj do t'i pasoj edhe, nëse nuk shkojnë gjithmonë në pauzë, do t'i pasojnë edhe votimet për 3 pikat e rendit të ditës për seancën e së premte.
Arjan, faleminderit për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet. E kishim në linjë të drejtë për drejtë Arjan Hajdara, gazetar nga desku i televizionit Dukashgjini.